E është shkurtesë për equipment, pajisje, lloji, madhësia, pesha, forma, ngjyra dhe tekstura e objekteve individuale, si dhe organizimi i këtyre pajisjeve. Kjo mund të nënkuptojë gjithashtu përdorimin e asnjë pajisje. Duhet të merrni parasysh cilat pajisje janë në dispozicion për t'u përdorur dhe t'i përshtatni ato për të mundësuar pjesëmarrjen dhe përfshirjen e të gjithëve. Jepni mundësi pjesëmarrësve për të zgjedhur se cilat pajisje të përdorni dhe përpiquni të ndryshoni ato me madhësi, pesha të ndryshme, me ngjyra, tekstura e të tjera. Pajisjet mund të luajnë një rol të madh në maksimizimin e pjesëmarrjes dhe kohës së kaluar në një detyrë. Prandaj duhet të gjithashtu të merrni parasysh sasinë e pajisjeve që përdoren. Më shumë pajisje mbështesin grupe më të vogla dhe mundësojnë më shumë kohë për detyrën, e cila arrit mundësinë e të rinjeve për të marrë pjesë dhe zhvilluar. Ashtu siç duhet dhe siç shihet në shembullin e stafetës në ekran. Përdorimi i llojeve të ndryshme të pajisjeve mund të bëjë gjithashtu më argëtues. Nuk keni qasje në pajisje speciale, mund të përshtatni aktivitete përkatësisht. Për shembull, një buton stafete mund të zaventësohet në një goditje dore. Nëse përshtatni pajisjet ose bëni ato vetë, siguroheni që t'i provoni ato më mirë para përdorimit për të siguruar që janë të sigurta. Jo vetëm për pjesëmarrësit, por edhe për zyrtarët dhe spektatorët. Për ide të tjera, përdorni sugjerimet e hapave në kartat e aktivitetit për atletikën për fëmijë. Përshtatni ato për t'u përshtatur me fëmijët dhe me të rinjët të cilët po punoni, duke siguruar përfshirjen e të gjithëve. Mund t'i gjeni kartat e aktivitetit në atletikën për fëmijë. Pajisje. E qëndron për pajisjet. I referohet madhësisë, formës peshës, ngjyrës zërit, sasisë dhe vendodhjes së pajisjeve. Duhet të merrni në konsiderat cilat pajisje janë të disponueshme për të siguruar përfshirjen dhe angazhimin e të gjithëve. Përshtatja e pajisjeve. Nëse nuk keni pajisje të specializuara për atletik, kartat e aktivitetit sugjerojnë alternativa. Më poshtë janë disa shembuj të zakonshëm, shumë prej të cilëve janë të qëndrueshëm dhe përfshin ripërdorimin e materialeve që përndryshe mund të hidhen. Mos harroni, mund të përfshini pjesëmarrësit në mbledhjen e materialeve për të ripërdorur. Alternativa. Kujtesë për sigurinë. Testoni çdo pajisje alternative ose të bërë vetë për të siguruar që është e sigurt, përpara se të përdorni me pjesëmarrësit. Shenja linjash ose zonash. Kone, vazo lulesh, shiqe plastike, gur, litar, spango, shirita, kallamishte. Linja të vizatuara në rër ose me shkumës, gëlqere, hir. Krijoni linja me teksturë duke ngjitur shirita mbi litar. Bariera për kërcimin së larti. Litari i varur mes pemëve së shtyllave, jo i lidhur fort. Kërcime për të arritur objektiva mbi kokë si alternativë për kërcime mbi bariera. Shenja ose poste për slalom. Njerëz, kone, vazo lulesh, kova, shiqe plastike të mbushura me rër, ujë, shënime me shkumës, shtylla bambuje, shkopinje ose doreza fshese të futura në dhe rër, burime natyrore, për shembull kokosi, shtylla për kërcimin me shkop, bambuje, doreza fshese. Pengesa objekt ose shkallë shpejtësie, kuti kartoni, arka të vogla, kova, shtylla të lehta bambuje të vendosura mes koneve, spote të sheshta, pllaka tapeti, radh, goma biçikletash, jastëk, rroba të mbështjella. Përdorni gjersinë si alternativë për lartësinë. Objekte për hedhje, radh, goma biçikletash, topa të vegjël, qesa fasulesh, tuba kartonit të trash, topa të mëdhenjë, topa sfungjeri të fortë, shkopinje druri ose plastik. Stafeta, radh, shishe plastike të vogla, tuba plastik të vegjël, shkopinje jo të hollë ose me maj, objektiva ose pengesa, radh, goma biçikletash, gazeta,
rroba, kova, kuti, arka, shishe plastike. Mund të ndodhë që të mos keni pajisje speciale ose të keni mungesë pajisjesh në një grup të madh. Në këtë rast, duhet të bëni kreativ me pajisjet që keni për të maksimizuar kohën e aktiviteteve dhe angazhimin. Ja disa ide, stacione të shumta. Çfarë të bëni? Nëse keni mjaftueshëm pajisje dhe hapësirë, krijoni disa stacione në të njëjtin aktivitet në mënyrë që pjesëmarrësit të kenë shumë mundësi për të praktikuar. Nëse keni pak pajisje, organizoni stacione me aktivitete të ndryshme, disa që kërkojnë pajisje dhe disa që nuk kërkojnë. Shembull, vendosni 6 stacione, 2 për vrapim, 2 për kërcim dhe 2 për hedhje. Përfshini 3 aktivitete që kërkojnë pajisje dhe 3 që nuk kërkojnë. Pajisje alternative. Çfarë të bëni? Kërkoni nga pjesëmarrësit të praktikojnë aftësitë e tyre duke përdorur pajisje alternative. Shembull, grupa të vogla pjesëmarrësish punojnë në zonat e tyre, duke praktikuar mbjelljen e një shtylli bambuje dhe duke testuar teknikën e tyre mbi një pengesë. Pajisje imagjinare. Çfarë të bëni? Kërkoni nga pjesëmarrësit të praktikojnë aftësitë pa pajisje, ndërkohë që presin radhën për pajisjet. Ata gjithashtu mund të ndihmojnë njëri tjetrin dhe duke dhënë vlerësime dhe sugjerime për përmirësim. Shembull, në një aktivitet hedhjeje, grupi i parë përdor një pajisje, si për shembull një vortex, për të përjetuar peshën, formën e tij. Pastaj kalon në radhën e pasme për të praktikuar lëvizjen derisa të vijë radha e tyre sërish. Mësimdhënie, burimet. Çfarë të bëni? Jepuni pjesëmarrësve burime mësimore, si karta aktivitetesh ose fletë rezultatesh, në mënyrë që të menaxhojë vetë procesin e të mësuarit. Shembull, për një sfidë kërcimi, ofroni grupeve një kartë aktiviteti. Si pjesë e seancës, kërkoni prej tyre të krijoni një poster me këshilla kryesore për një grup tjetër. Krijoni pajisjet tuaja. Çfarë të bëni? Nëse nuk keni pajisjet e nevojshme për një aktivitet, kërkoni nga pjesëmarrësit të përdorin objekte të riciklueshme dhe imagjinatën për të krijuar pajisjet. Shembull, pjesëmarrësit mund të krijojnë një objektiv për hedhje duke përdorur burime natyrore ose sende të tjera që gjejnë rreth shkollës ose shtëpisë.